e vërteta është që të gjitha ataket kibernetike që juve përmendët nuk kanë lënë dëme të pariparueshme, që do të thotë që infrastrukturat tona të sigurisë kibernetike janë të ngritura dhe janë në fuqi. Është për ne është e rëndësishme ajo që sapo thash, pra që të mos ketë dëme të pariparueshme dhe sigurisht që në botën e zhvillimeve të teknologjisë, në botën e zhvillimeve të sistemeve, çka nuk mund të evitohet janë të tilla lloje sulmesh. Ne kemi në monitorim të vazhdueshëm nëpërmjet AKSK-s, që është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, të gjithë stafin dhe të gjithë infrastrukturën e dur me qëllim që ne të vëzhgojmë dhe të monitorojmë në kohë reale të gjitha sulmet kibernetike që i drejtohen sistemeve tona dhe do të vazhdojmë të investojmë në këtë drejtim pasi e ardhmja është digjitale dhe sigurisht që luftat e të ardhmes do të jenë luftat digjitale. Dua të theksoj këtu që në fakt